që pengoj në punë tuja, se këta s'bin dakord për mua. Sepse, si që more vesht, 30 milion orë ka humbë populli i Kosovës duke pa gjatë një muaj, kanë një orë në ditë, 1 milion kosovarë kanë ndjek parlamentin. 30 milion. 30 milion janë barabartë me 3700 ditë. 3700 ditë. 24 orëshe janë të barabartë me 12.700 ditë 8 orëshe. Për një punëtor që ka normën mesatare 24 metra kuadrat mur, janë barabartë me 9 milion metra katror mur. Dhe mrame këtheva, humbjen që i kanë shkaktuar popullit, e këtheva 9 milion metra katror janë barës me 37 gjimnaze, me abo të reja, Kosovare. Mos pjesë ma shumë se për në del marane. Jo, ta Shkakësia, do me thonë, a do mja vendosë? Po, me inderuar gazetar, me kënaqësi do t'ja kisha dhëru parlamentit. A parlamentit a Gjergji, se t'i dhëru Gjergji tashtë? Jo, Gjergji më mori mu me piskama, stërnip, të pres stërnip i Shadrin Prishtin, sjele për kënarën timet liris, sepse kokat e tyre janë ashtë të meshme, sa du t'a keni për kënare brenda në salë. Dhe më tha, për kënarën e vogël, sjele, mund t'ju atërgoj, për t'ja dhanë, bestrim, hajde, ta maj afre bestrimin, se kam kraun e djath. E bërë vërë se je, bestrimi, që ku ka me... është kraun e djath. Ky është kryetar i Lëvizjes Skënderbeu për Kosovën, unë kryetar për Shqipërinë. Ja se si, mund të hapish. Unë e veta? Po mund jesh zot shtëpie. Ja se si e solla, po t'ishte zgjedh kryetarja parlamentit, ja si e solla për t'ja dhënë dhurat kryetares parlamentit, simbolin e lirisë. Shëkim pas ka dhe shpatën e Skënderbeut? Jo, i kam këtej shpatat, por ja ku kam flamurin e Skënderbeut, ja ky është flamuri. I Skënderbeut? Po, flamuri origjinal, maje bestrim po deshe nga brenda kapete, ja ky është flamuri. Këtu në Kosovë ngatrojnë këte që jahudit e kanë marrë në 49-ën e kanë vu simbol kombëtar. Ndërsa Skënderbeu këtë simbol e ka pas që 1443. Më në është simboli jonë, për në e kanë marrë. Po, e kanë marrë. Bile, do t'a dini mirë, dy simbolet më gjigande janë gjithë në tokën e Kosovës. Simboli që quhet kryqi i Adolf Hitlerit, që është simboli lirisë, është gjithë edhe është 2000 sa vjeçar në tokën Derdane. Në tokën Derdane. Po shpotat ku i ki? Shpotat o besmirë. O bestrim, apo e rrotëllon makinën që të duken në kamerë edhe të gjitha shpatat që kemi anë? Hetë të bo, zoti marë. Deshta me morë shpatën edhe me qitë... Po, me kënaqësi për 1 sekondë marrim. Po e vendosëm këtë bërë. Po. Po e vendosë, po e meritojnë, jo për në gjohë. Po, tash do shkojmë edhe tek parlamenti. Se po ta meritojnë me kënaqësi u ajo. Kënej pas ka dhe shpatat, ha? E morë ti Sadri. Sadri, o kemi qanë jetë gjatë, o do t'a shkurtojnë jetën anti-shqiptarët. Se? E me gjithate, po t'a shkurtojnë jetën anti-shqiptarët, 3 fëmijët e tu, do t'jenë të lumtur që ti edhe jetën në kushte më të vështira se të luftës frontale. Lufta më e madhe që po bën ti tani, është lufta nëntoksore që mbulohet nga tradhtia. E vërtet? Hajde, ja po vjen, po... A mund t'i nxjerrmi këtë shpatat mi përdor pak ajo? Po, pa tjetër. Okej, pa tjetër. Pa tjetër, shish mund t'i përdojnë. Orë në njërën, e tjetër është më tanë. Do të me pyshi se pse lozun me simbolet. Po, pse loz me simbole? Po, simboli i mbrojtjes e i përparimit e i dijes e i Kisha pos dëshirë që të para Gjergj Kastriut e Skënderbeut, e kena bo në luftën me shpata, me bo përsëri. Sadri djali, ku dush ti? Pre që kënejt kamera nëse mundësh. Po i rokim njëherë shpatat, që ti të regojmë gjyshit tonë. Po dëlla ne. Okej. Ju lutëm, po qërujmë. Sadri trimi, merë dhe ti një... Urdo, Sadri, merë dhe ti një
Një qiftelie në akë në kanë me Hajde. lahut. Me rrët lahutën e këtë Hajde, lahut Gjergj. në madhe. A je Gjergji ti? Po, E unë e kush? ti e Hamza Kastrioti. Ai që e ka tradhu Gjergjin. Po, apa, Hë? ti e vale a shpata. Bjeri pa marak se, le të kërsosin sa të dun. Bjeri. E për t'ju tërgu njerëzve, se këto janë shpata, le të shpallim unë e ti armë pushin. Sepse edhe politikanë tu du të shpallin një armë pushin E vërtet është. edhe të lidhin një farë beslidhje, edhe të shpallin kryetaren, e të mos ja hani jetën këtij populli e kohën e Po punës. çka po të ishte gjallë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nështë ke dëgju kohën e fundit janë zonë disa tradhtarë, disa shpionat të kombit që kanë punu në ISES e kështu, çka do t'i bënte këtyre? Po të ishte gjallë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Po, Gjergj Kastrioti ka qenë edhe në fushën e diplomacisë, ka qenë me famë, do t'ja kishte gjetë një mënyrë, dhe do t'i kishte blu si kokra drithin mëlli. Mëlli. Okej? Dhe do t'i kishte ba mill për qend e barive. Iku e para. Për disa tradhtarë, tani në kohët moderne, populli shqiptar një gjë du t'a dije. Me qenë se është populli ekstra, tradhia do t'a boje pushim vetëm një herë në 10 vjetë nuk punon kundër popullit shqiptar. Unë kur kam thënë, kur është pallë pavarësia, kam thënë, vetëm sot tradhia ndaj kombit shqiptar e ka pushim. Ditëve tjera punon. Tani tradhia ka rrit kulmin, nuk merret më me asgjësime fizike, por i asgjëson njerëzit me anë një po i themi pare. E vërtet e, pse luni me se ti je skulptor, je artist, pse luni me figurat tona kombëtare? Çka ke atje? Po, Pse bën skulpturat tilla? Belgjika lëz me një figurë dhe e ka simbol një fëmijë që ka bën shurrën, e ka simbol kombëtar. Për arsye se ai fëmija gjatë luftës shurri një kabull ku po shkonte energjia me hedh nerë Brukselin. Dhe ka simbol kombëtar. Ne, e ata që e ditë Se kena pshur kërkon? jo, ne, ata që kanë dhënë jetën, si nerojnë, simbolet kombëtare si nerojnë. Ti mori ky bestrimi dhe më tha, hajde se promovohet në sheshin Skënderbej në Tiranë, në Prishtinë, shtatorja e madhe e Adem Jashari. Kur erdhe? Edhe kur erdhe, kur qatë shifja unë, E po e një shator. edhe shtatorja është në fund shatorit të kulturës arabike, është në të vend ku zakonisht në fund biznesit rrinë banjët. Po çka po të ishte Gjergj Kastrioti Skënderbeu gjalla, ka luftu, çka do t'i thënë te klerikëve fetar?